ndonjëherë. Lotët janë e vetmja gjuhë që zemra di të flasë. E di që sa po ke qarë, e di që i ke fshirë sytë dhe po mundohesh të jesh i fortë. Por mos u mërzit. Allahu i dëgjon edhe ato lutje që nuk mund t'i thuash me fjalë, por që i shkruan me lotë. Në këtë fund Ramazani, çdo pikë që të ka rënë në faqe është një dëshmitare. Një dëshmitare për lodhjen tënde, për sakrificën tënde, dhe për shpirtin tënd të mirë që bota shpesh nuk i kupton. Ai nuk të ka harruar. Ai e di sa shumë peshon ajo dhimbje që mban brenda vetes. Fshiji lotët tani. Lere këtë natë të sjell qetësinë që meriton, sepse pas çdo vështirësie vjen një lehtësim dhe pas çdo loti vjen një buzëqeshje që Zoti e rezervon vetëm për ty. Ishte një mesazh për ty nga shpirti thjerë. Në ndihni në TikTok dhe YouTube, shpirti thjerë. Zoti ju dhënë qetësi në zemrat tuaja.